Kur puna të shamia, a ti peshojnë asenet me peshoj të fes, apo me peshoj të dynjas. Po të thot burri mos e fal, po të thot Zoti falju. Që të ndjan të peshojës. Nuk ka në Koran falë namazin veç vetë burrin, agjëro Ramazanin vetë burrin, vëno shamin vetë burrin. Kush më thot mos e fal namazin? Po kanë ta veti bre. Për vetën e burrin, e shefin, e babë për namaz, e kitanën tjetër këtë peshojnë tjetër urdhën e Zotit. Në farze me smi dhe me Zotit së mdale kërkosh. Burri, nëse dënë gruan si gru, pasha Allah nuk e len gruan. Dhe nëse lësha gru për në shamia nuk e dë gruan, për rimezërti. Kërë puna të shamia, ati peshojnë asenet me peshoj të fes, dinit, apo me peshoj të dynjas. Jo, valla me dinit. Tamam. Me peshoj të dynjas, i peshojnë asenet e tjera, peshojnë malën e dynjas. Dhe shumë gjana tjera. Me peshoj dinit, i peshojnë atë çështje që janë të fes të paçta në veçantë ibadetet. Si namazi. Çfarë do të thonë me këtë? Po të thot burri mos e fal, po të thot Zoti falju. Merre urdhën e Zotit dhe ndalesën e burrit që të ndjan të peshojës, të kanarit të peshojës. Allahu po thot: "O robi jam, Ramazani me agjeru. Ramazani me agjeru. O robi jam, namazin me fal." Nuk ka në Koran falë namazin veç vetë burrin, agjëro Ramazanin vetë burrin, vëno shamin vetë burrin. Nuk ka në Koran. Nuk ka në dinë Zotit. Djanë të peshojës. Urdhri Allahot. Ndalesa kërkesa e burrit, e babës, e shefit, e të tjerë. Thot shefi mëse vëna shamin, ose mëse fal namazin. Kush më thot mëse fal namazin? Sa shpirtin dorma ka më shefi, a? A i man zjerë me ap shpirtin kur dënë mua? Kush më thot mëse fal namazin? Po kanë ta veti bre. Për vetën e burrin, e shefin, e babë për namaz, e kitanën tjetër këtë peshojnë tjetër urdhën e Zotit. Po du me thjeshtësu, pra, në këtë rast, po i thëmë në urdhërit Zotit, smoj, për pas ti pjapi urdhërit, të burrit, të grus, të babës, të nanës, njeri ju, të krijesës njeri ju. A matën sanët në fe që shto ha? Matën sanët në fe? Andaj, muslimën të mi, vlëzër të motrat e mija, që kë populli jam që një flasë me gjuhën tem, do të me kuptu parimet e dinit o ju njerëz. Parimet e dinit, qysh me gjukun e si muslimën në rastet të ndryshme. Sigur se në këtë rast, kur më dalën gruja, më dalën burë, më dalën baba, më dalën shefe, më dalën në farze me smi dhe me Zotës më dalën kërkosh. Kërkosh më dalën. A më dëmëton, nëse ka thonë Zotë më dëmëton. Për shamë në qëtë pepune, më qëtë pepune. Se kompani veta. A hjeki, nashta. Por e konsideroj sprov. Për hatër dinit, nasht. A nuk e sprov për Ibrahimin, që le qiti baba, nana? Për që le qitën Ibrahimin? A vjedh Ibrahimja? A orreh me baba me nana? A boni probleme? Për din. Për që që të nëzjarë Ibrahimin? Për din. Për që konsideruan tradhtar numër 1 të shtetit? Për andërisa të ati zamani? Për din. Për që dëbuan jashtë vend dhe të ru me bo hijret dhe është njëri i parë në rruzën të kësor që ka bo hijret për hirë Zotë Ibrahimi. Për din. Sahab të pejgamberit e qëtën pe vatanit krejt dhe hongëshin lukura.
lëkurat, preshtat, thata më numi lag, ka pak mi qut diçka në organizëm, diqenuni. Për din. Sprov, në qëtën beshpis në qëtën, për din. O sprov, në tjetë sprova. O zët, ma leta ja Rabbel Alemin. Son jam një Rabbi sprovuar ytë, Zoti jam pa më sprovati. Me burre, me babe, me nane, me vëlla, me motër. Allah, farcam, ja Allah. Farcam. Por ne jepëm përparsi robit, se po jepëm përparsi urdhër Zotit, pasha Zotin, ta vetë, qa burrin, as grun, as nanë, as babën, kor alë ta bët vetën. Ja, Maria, pasaj kur punë e burrit. Burri e beson Zotin hak se beson? Nëse beson Zotin hak, dhe të besu shamin hak. Burri e don gruan si gru, si kërjes, si bashorte, apo që më që ashtu për mi kry pun. Nëse don gruan si gru, pasha Allah nuk e len gruan. Ja. Dhe nëse lëshën gru për në shamje, nuk e dë gruan, për rrimezërti. E nuk don. Nuk është shëmër burë grunë për një shami. Nëse e dënë, e nëse nuk e dënë, atë veç për rënë qashtu. Ama me Zotin punë të mirë si ki. A ka burë gjëna, qështë nuk e ka burë gjëna, qështë e ka burë gjëna, po të ki gjënahin tënë, a e ka të vetin. Qështë e ka gjëna burë me ndalu rubin e Zotit me që një farës në venë bre. A e dro del për dini krejt. Jo që ka gjëna, o e dro del për dinit Allahot. Qështë ka gjëna,